Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Mbahet seanca e shqyrtimit gjyqësor ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të cilët akuzohen për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt. Të akuzuarit Naim Murseli e Granit Plava kishin pretenduar se kanë çrregullime mendore, por Instituti i Psikiatrisë Forenzike ka konstatuar se asnjëri prej tyre nuk ka pasur problematika të tilla shëndetësore gjatë kohës së kryerjes së veprës penale. Në seancën fillestare të mbajtur me datën 31 janar të vitit të kaluar, Naim Murseli u deklarua i pafajshëm për vrasjen e bashkëshortës së tij Liridona Ademajt. Ndërkaq, Granit Plava nuk ishte deklaruar rreth fajësisë e Kushtrim Kokalla kishte thënë, se nuk deklarohet pa u konsultuar me mbrojtjen. Policia në Mitrovicën Veriore dje gjatë një aksioni ka gjetur armë, municion dhe mjetet e tjera ilegale gjatë kontrollit të një shtëpie të braktisur në lagjen Bërgjane. Sipas policisë, gjatë aksionit janë konfiskuar karikator, fishek, minë kundër këmbës orik me detonator, armë të gjata dhe pajisje ushtarake. Rasti është njoftuar tek prokurori i shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e tij për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Policia thekson se nuk ka persona të arrestuar, ndërkaq rasti mbetet nën hetime. Gjykata kushtetuese ka konstatuar se zgjedhja e Nenad Drashić në postën e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit serb në legjislaturën e kaluar nuk ishte në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së kuvendit. Kushtetuesja vlerëson se e drejta për ta propozuar nënkryetarin nga radhët e komunitetit serb i takon shumicës së deputetëve të këtij minoriteti. Në njoftimin për aktgjykimin, gjykata vlerëson se ky vendim nuk vlen edhe për rastet parahyrjes në fuqi, por për ato që do të merren në të ardhmen. Kushtetuesja i është përgjigjur ankesës së listës serbe lidhur me zgjedhjen e Nenad Drashić nënkryetar i kuvendit. Sekretari i Kuvendit të Kosovës Dimal Basha ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese e cila konstatoi se zgjedhja e Nenad Drashić në pozitën e nënkryetarit të kuvendit ka qenë antikushtetuese, është në shpërputhje në fakt me kushtetutën dhe përmban gabime thelbësore në interpretim dhe zbatim të normave përkatëse. Sipas tij, gjykata kushtetuese nuk ka mandat që të interpretojë rregulloren e kuvendit, pasi atë e bën vetë kryetari. Basha ka potencuar se në rastin e zgjedhjes së Rashiçit ka pasur refuzim për të propozuar nga lista serbe. Andaj, sipas tij, të gjitha pretendimet në njoftimin e gjykatës kushtetuese janë të pabaza dhe se vendimi i Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e deputetit Nenad Drashić në pozitën e nënkryetarit të kuvendit ka qenë në harmoni të plotë me rregulloren e kuvendit dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Institucionet e drejtësisë kanë nisur hetime dje edhe në komunën e Malishevës, ku janë ngritur dyshime për manipulim të votave ndaj kandidatëve për deputet. Prokuroria themelore në Gjakov ka bërë të ditur se 15 kryekomisioner në Malishev janë ndaluar për 48 orë në ndyshimet për manipulime në zgjedhjet e datës 28 dhjetor. Kryeprokurori i Gjakovës Enis Gashi ka bërë të ditur se për intervistim janë ftuar 18 kryekomisioner dhe 50 komisioner. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në edicionin e orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.